Të ndërruar shikues, Veriu Sport jemi përsëri së bashku tashmë në pushimin e ndeshjes mes dy pjesëve. Vllaznia Tramortari ka ndryshuar rezultati, Vllaznia kryeson me shifrat 2-1. Kam dobran Alban Hasani, ish futbollist kampion me Vllaznin, por edhe me Teutin e Durrësit. Sot në cilësinë e drejtorit të Akademisë Futbollit Vllaznia, por edhe specialistë në zyrën e sportit të Bashkisë Shkodër. Alban, duket një kthes për çfarë pam? Normalisht e kemi prit. Ato deklaratat e Bekim Balej duke se kanë po reflektojnë fushën e lojës. Normalisht e kemi prit këtë kthes sepse Vllaznia është aty, ekipi është aty, lojtarët janë po të gjithë. Çdo ekip ka një periudhë jo, dhe unë besoj jam i bindur se kemi kaluar periudhë. Dhe jam i bindur se me fitoren sot do të bëj kthesën edhe timet i komunitojnë në 4 ekipet mia për të ndërtuar për kampion. Kam besim, kam pasur besim gjithmonë që Vllaznia do të jetë pretendent kryesor për kampion dhe jam i bindur që kemi formatin e duhur. Duke qëndruar tek Bekim Balej, fituesi 3 trofeve në ceremoninë Reme Gala 2025, Topi Art, Pypuca Art dhe formacioni i vitit, kishte zëra në publikë për rrjetet sociale se Bala shënon vetëm me penalti, por sot Bala shënoi Bekimi është luksi, Bekimi është lojtar ekipit superiorës, është luks për gjithë djemt të ri, sepse të luajmë me Bekimin, një djalë profesionist, një djalë që edhe moshën 34 vjeçare, është lojtari më stabil në gjithë kampionatin shqiptar, me minuta më shumë dhe një djalë i përkushtuar. Unë jam i bindur sepse është një aset për kampionatin shqiptar dhe shpresoj prapë dhe që Bala do të përsëri kërcënuesi i kampionatit shqiptar. Në fakt, në prononcimin e dhënë atë konferencës për shtyp të Prakneqës, Balaj u shpreh qartë, çdo ekip ka oscilacione, i pranoj duhatit e Vllaznisë, por garantoj se do të bëjë më të mirën për shkuar te titulli i kampionit. Bekimi është një shtys kryesore e ekipit tonë Vllaznia. Jam plotësisht i bindur se në maj, sepse kjo është problemi i Shkodrës, sepse mërzitemi shumë shpejt, normalisht në natyrën e qytetit tonë, por mos ta harrojmë sepse kampionati nuk merren në nëntor dhjetor, por merren në maj. Ka akoma sabat gjysmë e kampionatit dhe jemi aty ku duhet të kenë në 4 ekipa të mira dhe shpresojmë që në maj të festojmë titullin kampion. Mundohet pak sa të pjesa e parë, dominimi i plot, 2 gola, por fundi pjesës së parë Vllaznia pjesoi gol. Mos harrojmë. Por është një sinjal i flamurtarit. Jam i bindur se Vllaznia do ta fillojë prap golmerazhin, duke pas parasysh pjesën e parë një volum jashtëzakonisht i madh ekipit tonë dhe shpresoj që ta fillojë përsëri rezultatin. Duke qëndruar tek posti juaj si drejtori i Akademisë Vllaznia, një vit i suksesshëm, duke pas parasysh edhe atë pjesëmarrje në Itali tek Superkupa e Italisë, ku me vërtet Vllaznia undan me bëri figurë mjaft mirë sportive. Shpresojmë që lojtarët tjerë vinë të lozin tek ekipi i parë. Ne jemi të fokusuar të 2 lojtarë të Akademisë Vllaznia, që jemi të bindur se stafsi do të jenë pjesë e ekipit të parë Vllaznia, si lojtarë si Pepnika, lojtarë që kanë gjitha moshave. Lojtarë si 2 vëllezër Dedej, lojtarë jashtëzakonisht mirë. Shpresojmë që të vinë ato të kontribuojnë sa më shpejt në ekipin e parë, por ashtu Pishtari është një forcë e re, aty krymi i ri, besoj në futbollin shqiptar dhe Vllaznia për çdo vit gjerë 2-3 talent si kjo tokë nxjerr, vetëm na duhet i proponojmë. Në fund të ndalim tek diçka se sapo e konstatuam, jemi në pushimin e ndeshjes Vllaznia Tramortari tek tribuna VIP dhe shikojmë edhe Kevin Dodaj, futbollist shoqëtar i cili tashmë luan jashtë Shqipërisë, por së bashku me të është edhe Rok Toma, sulmuesi i Partizanit, që është nga Marsia Madhe dhe i ka shënuar Vllaznisë. Po çfarë qëllim fjalë, madje edhe këtu po na pyesin shumë njerëz, a do të rikthehet Kevin Dodaj apo ka ndonjë sinjal? Jo, ne shpresojmë, është shprehur si simpatizant i Vllaznisë. Shpresojmë që Kevin të lozë aty ku është, sepse cilësia e kampionatit është shumë më fortë këtu. Por nëse Kevin kthehet në Shqipëri, Vllaznia është decizioni i parë i tij. Kjo është e pa konsultueshme. Kevin vetëm me Vllaznin let në Shqipëri. Në lidhje me deklaratat e sulmuesit të Partizanit Rok Toma, i cili është shprehur publikisht edhe në median tonë,
që nëse kam një ftesë nga Vllaznia, jam gati njëherë t'i bashkohem Vllaznisë, se shikojmë në çdo ndeshje në tribunën e Loro Bruiçit duke ndjekur Vllaznia. Edi, me çamaj mund në verë, unë nuk e njoh si lojtar me thënë drejtën, por Edi që në verë ka këmbgul që këtë djalë tjetë pjesë e jona. Nuk e di arsyem se nuk ka pa pjesë e jona, po normalisht ne i ftojmë gjithë djemt që janë nga Shkodra, Marcia e Madhe, që jetë pjesë e jona sepse janë djemt tonë dhe dëshira e dy anshme që të kontribuojmë Vllaznin. Si drejtuesat, po ashtu edhe djemt tonë. Dhe Toma ka gjithmonë derën hap sepse është shtëpia vet. Dhe ne jemi të gatshëm sa më shpejt të jetë pjesë e jona. Ishim me Alban Hasanin, drejtorin e Akademisë Futbollit Vllaznia, dhe një herë si specialist në zyrën e sportit të Bashkisë Shkodër, ku bëri një përmbledhje jo vetëm të ndeshjes, por sa edhe disa pozicione me Mercaton. Faleminderit Alban.